arritur sot Roland Tasho, fotograf, të jemi në këtë bisedë dhe të jetë tavolina plot me objekte shumë të rëndësishme. Kemi një aparat, kemi albumet tuaja, puna juaj, karriera juaj, përvoja juaj, por mbi gjitha ju kemi ju në këtë bisedë. Faleminderit shumë që pranuat edhe të ndani me ne disa minuta dhe me audiencën tonë, edhe të shkëputeni nga punët, projektet tuaja. Faleminderit që jeni me ne në këtë bisedë. Faleminderit për ftesën, edhe unë falenderoj njëkohësisht shumë. E ndërkohë keni sjell Nikon, aparatin tuaj, a ka një histori të veçantë pas këtij aparati? Është më i dashuri për ju? Ne për shkak të objektivave të shumta kemi shumë të vështirë për të ndruar pastaj aparat. Dhe kështu që kemi filluar me Nikonin, që në kohën, kur aparatet nuk ishin digital, por ishin me film. A mund ta marr? Po patjetër. Po, vetëm se duhet kem kujdes. Jo, s'ka gjë, se nuk ka ashtu gjë. Mi fal është pak si në peshë i rënd, po, sepse duhet jetë edhe i rënd. Dhe pastaj me kohën kemi avancuar me fjalë, erdhi aparati digital, pastaj në raport me aparatet tona dhe me celularët, se ne celular kemi aparat tani. Po, që edhe ai është e bën punën, edhe një celular i mirë, them unë, është një aparat mesatar, të themi, nuk është një aparat si një aparat profesional, por është një aparat mesatar, punën e bën. Dhe sidomos në gazetari, për shembull, është keni kapur momente që mbani mend me këtë aparat, për shembull, a keni një moment të veçantë, po themi, me këtë aparat? Me këtë aparat. Se keni shumë momente. Po, ky aparat u bë 4-5 vjet që unë e kam bler, e kam. Dhe nga momentet, unë duke qenë aktiv, ka momente, po ajo që mua më ka mbetur te ky aparat për shembull është Kadareja, më së fundmi që unë e vesha me kostum popullor, por që nuk e kam nxjerr si fotografi. Edhe e ruaj me fjalë për një moment oportun, për një ngjarje, për një diçka, për një përvjetore, kështu që duhet ta nxjerr. Unë e kisha fiksim fakt sepse nga që kam nxjerr shumë të huaj me kostume popullore shqiptare, nuk e kam pas në stil të nxjerrja shqiptar. Sepse ky ishte profili i kostumit në këtë rast, aq më shumë kur u mora me ambasador shumë. Dhe të vetmin shqiptar që unë do doja të nxjerrja me kostum popullor ishte Faiko Nica, që kishte veshur kostumin dhe ishte futur në Kongres Amerikan, dhe bëri buja e fotografi, dhe Kadareja, që për mendimin tim është një figurë e vlerësuar me fjalën në shqiptari, dhe arrita e vesha dhe këto të dy për shembull më rrin mirë mua krahas njëri tjetrin me kostume. Pra Kadarene keni fotografuar me këtë aparat? Po, me këtë aparat, po. Kështu që pas ka rëndësi. Po, patjetër, ka dhe ngjarje të tjera pastaj, po. Më përmendën se shumë bukur le të na rrihet lirshëm biseda, si të na vinë në mendje ato momentet, kostumet popullore, dhe un kam sjell disa fotografi tuajat të printuara, thjesht, por që do donim shumë t'i ndanim jo vetëm interpretimin që mund t'i bëni asaj që duket, po dhe historive që janë nga pas. Për shembull, unë si gazetare jam shumë kurioze se si e krijoni ju marrëdhënien me personazhin. Sa e lehtë është ta fusësh personazhin në gjendje për të marrë maksimumin e atij momenti. Edhe këtu do ta nis me Robert Elsie. Po. Fotoja juaj. Nëse mund na tregoni bisedat mbase që keni zhvilluar gjatë realizimit. Keni bërë disa foto? Po, kemi bërë disa foto. Me Elsien, për shembull, duke e ditur, duke qenë një shqip folës si mirë, është marrë shumë me historinë, pa njëkohësisht merr edhe me fotografinë, merresh shumë. Dhe kur vinte në të shumta të rastet e takoheshim. Dhe unë kam fotografuar Elsien me jo me këtë veshjen e veriut, po e kam fotografuar dhe me fustanell. Por në Tiranë. Kur një ditë më thotë që shiko do të bëjmë një udhëtim ande nga veriu, bashkë me një mikeshën e vet që ishte holandeze, ashtu, punonte në një muze të Hollandës, edhe njëkohësisht shkuam, këtu është tek ura mesit, shkuam të dy, ajo vesh me xhublet, ky me kostumin e veriut, por njëkohësisht këtu ka një tëmet për shembull, sepse sandalet i kemi
E këto më bën shumë përshtypje vetë. Po, në fakt në fotografi neve bëjmë edhe një çik crop, edhe një çik prerje, një çik kështu. Po patjetër, ka editimin më brapa. Ka editimin më mbrapa, me fjalë po. Në këtë rast nuk e ke edituar fare ti, e ke marrë ashtu bruto dhe kështu që u realizua ky cikël me mbeti i kënaqur? Po, ai mbeti i kënaqur. Dhe historia e ka dashur shumë Shqipërinë. E ka dashur shumë. Dhe historia me Elsien për shembull është që edhe kur vdiq, partneri që ai dhe disa miq që ai banonte atje në Hollandë më kërkojnë që kur ta varrosin me kostum shqiptar. Unë ja sigurova dhe njëkohësisht ashtu u varros në thet. Po ja një të tillë të veriut, një të tillë, e morën ata, e veshën dhe ashtu është varrosur. Ne ishim edhe në atë ngjarjen e mortit atje. Dhe kështu që ishte jo më vonë, e dija që ai punonte shumë, po me vdekjen e tij morën vesh që ishte një punëtor i palodhur për çështjen shqiptare dhe kishte punuar e botuar shumë e shumë. Po dhe i ri shumë bukur kostumi. I ri bukur. Do më thënë duket sikur ka kohë që ka vesh e ka të tjen. Po. E ka bërë të tjen. Ka dhe ndjeshmëri, se kur është merret gjithmonë për shembull me këtë punë, ai u lumturua dhe kur e vesh me qejf, kur e bën një punë me dëshirë, ashtu dhe të rria ajo, për shembull, nëse ti do të rrije, jo s'm pëlqen, jo po kështu, jo po më ngushtë, ashtu do të rri kostumin. Ndërsa në këtë rast ishte dashuria që kishte ai për kostumografin, për Shqipërinë, për etnografinë, për veriun kryesisht. Edhe i njihte. Po i njihte, patjetër që i njihte. Mënyra se si duhet ta mbash, çfarë historiku ka. Po, është. Po ndërkohë këto janë kostume që i garantuat ju, po. I punuat, ja u dhat personazheve. Jo, unë kam një dyqan aty afër shtëpisë dhe aty i marr kostumet me qira minimale, të themi, miqësore, i marr kostumet që i vesh edhe të tjerët, edhe njëkohësisht edhe vetë jam pak dashamirësi. Po, kam edhe vetë disa kostume, një mbledhës, po. I vogël mund të themi, jo. Po kam disa kostume të mbledhura. E ndërkohë, fotografia e dytë nuk është juaja, por është një moment nga puna juaj. Po. Edhe kjo është shumë personazhe të tjerë si Koçante, Vespa, Debiazi, ambasadorë të tjerë që ju i keni fotografuar, po unë vendosa ta sillja këtë foto sepse tregon procesin e punës, pra kur ju keni mbaruar kam përshtypjen fotografinë me Koçanten. Çfarë, se natyrisht për ne jemi të rinj, por ama jetojmë me muzikën e Koçantes. Absolutisht. Siç e thatë, mbas çdo fotografie ka një ngjarje. Nuk më kujtohet se kush më tha që do të vi Koçantja, edhe nuk e di për çfarë lloj vizite, dhe unë atë kohë i them mikut tim që ishte ministri i kulturës, Visar Zhiti. I them, po tha do të vita, o kisha shumë dëshirë ta vishja, dhe ai arrini thot Koçantes, kështu dhe ai pranon. Aty jemi në një nga ato dhomat e hotelit ku ai qëndroi, dhe njëkohësisht pranoi me po ishte aq i përulur, aq i thjesht, me fjalë sa na herë të dukesh sikur kishte një fëmijë të bindur, që u vesh dhe në fund fare, por tash ka një ndryshim, për shembull se brezi im është rritur me Koçante në aspektin që kur doli kënga e famshme e tij Margarita, ne ishim në moshën dëgjonim muzikën italiane dhe e njihnim Margaritën e tij, e njihnim që në lindje. Dhe për ne të ndëgjonim në atë kohë ishte një ngjarje dhe as shkote në mend për shkak që edhe mund ta takoja kështu. Dhe në këtë moment, mbasi unë e fotografova, më thot Koçanti, thot maestro, thot mund të bëjmë një foto bashkë, thot. Po për mua ishte shumë prekse, shumë domethënë se edhe u rrëqetha se ne tash e kemi madhështinë e Koçantes me artin që ka, dhe të më thot mua i për shumë maestro, mua edhe sot kur e kujtoj prapë rrëqetem kur i thonë, dhe
bëm një foto, ishte e shoqja që na bëri një foto së bashku neve. Pra kjo është fotografia e E bashkëshortes. bashkëshortes së Goçantës në fjalë, dhe ajo na bëri. Njëkohësisht ajo mora edhe me jo me lukun, po që i rregulluam i kapelen, veshjen e kështu dhe. Bëri ndonjë koment lidhur me veshjen shqiptare, si ju duk, si u ndje? Jo. Çfarë i bëri përshtypje? Ajo u ndje mirë, unë i dhash edhe një që e ka në dorë atë më duket, i dhash në dorë edhe një çifteli. Po. Dhe kur po doli. Po me çiftelin ka dalë në foton që keni realizuar, po. Mirë është për shembull që se kur ke një objekt në dorë për shembull rri edhe çik si më lirshëm, ama aq më shumë që çiftelia hyn ke muzika e kështu, atë që ajo u ndje mirë, e pëlqeu si cikël të thjeshtë, të mirë, por që më mirë u ndjeva unë që arrita vesh edhe një këngëtar të këtyre përmasave me kostum. Tjetër. Ndërkohë, Roland, ju keni realizuar një set fotosh shumë interesante të lidhura me shkrimtarët shqiptar. E keni dhatë karrigen e famshme të firmave të tyre, edhe me personalitetet shqiptare. Çfarë mund të na tregoni, çfarë nga ajo që pat ju pasi mbarua të gjithë si projekte dhe çfarë përshtypje shkrijuat? A ka një moment mbreslënës nga komunikimi me ta? Absolutisht, gjithë karrigja ishte një proces nga më të bukurit të jetës time të gjatë për 43 vitesh në profesion, sepse unë që në fillim fare pas që do të kishte interesa dhe do të ngjiste karrigja, sepse firmën e parë ma bëri Kadarea, të cilën unë njifesha që nga Parisi, kur i them për të projektin e firmosi ai, dhe në momentin që ai firmosi, unë e pash që do të jetë një projekt në ecje në vazhdimsi. Dhe normalisht, siç tha një nga këta shkrimtarë, tha që ne të gjithë kemi libra tanë, të gjithë, por të karrigja jemi të gjithë bashkë. Dhe kjo është interesante që unë këto projektet nuk i bëj thjesht fotografi, po dua t'i plotësoj ose t'i përfundoj me një ekspozit dhe me një libër. Dhe kështu që unë arrita bëra dhe një ekspozit dhe një libër me karrigen, dhe më vjen mirë për shkak që kudo që shkoj ma kujtojnë, sepse në fundit kjo është fotografia, ajo që mbet. Ma kujtojnë, më pyesin për karrigen, ku është, ku s'është. Ku e keni tani karrigen? Unë karrigen e kam në shtëpi, vinë e shikojnë. Në një shtet funksional, do kishte ndonjë tentativë për të bërë një muze fotografie, një muze ku karrigja të ishte qendra, mbase ka pasur një tentativë të tillë nga institucionet? Tash ne kemi çik siç e themi neve për ditë me fjalë mangësi me këto institucionet, edhe me këto të kulturës aq më shumë, por do të them këtë gjë, për shembull kur ishte drejtor i ndjeri Mojkom Zeqë, drejtor në Muzeun Kombëtar, ai duke qenë vetë në këtë librin, në projektin e karrigës, ma kërkoi karrigen për ta futur në muze, dhe me një goxha vlerë, me fjalë, ma kërkoi. Por unë nuk kisha ndërmend që ta jepi ose ta shisja. Jo, nuk e kam për ta blerë, kam për t'ju ndihmuar, për t'ju subvencionuar që ju të arrini. Jo, kjo është një temë jo e gjatë, me fjalë, por unë siç thash, librin e karrigës, mu përgjigjen 2 personazhe, megjithëse unë e paraqita edhe në Ministrinë e Kulturës të asaj periudhe, nuk u përgjigjen, dhe fal mbështetjes që patën 2 personazhe, që unë duhet të theksoj për shembull Gjergj Themeli, një shqiptar që banon në Francë, ai bëri pagesën që unë bëra librin, dhe së fundmi pastaj ishte Ben Blushi, që edhe ai është pjesëmarrës në librin e karrigës, që mbështeti këtë ekspozitën. Institucionet, ministria, pse? Jo, sepse unë nuk e kam buxhet. Se di, ata kanë politikat e tyre që unë tash ja po e them këtu, si profesionist dhe artist nuk ju përfshin. Nuk gjej. Kam 16 libra që kam bërë me fjalë fotografik dhe nuk kam mbështetje nga institucionet. Më shqyqyr kam atë punën time, aparatin tim. Unë mbështetje gjej nga ambasadat. Dhe nga ata e kam punën, dhe me institucionet kulturore që janë të huajt këtu, sepse ata janë serioz në punë, të vlerësues, dhe njëkohësisht të mbështesin. Unë sapo erdha nga Vlora, ku bëm
një ekspozitë lëvizse, se kemi hapur në Tiranë, në Shkodër, në Durrës, në Gjirokastër, javën që kaloi hapëm në Vlorë me ambasadën hungareze. Kështu që kështu paga shumë Cili është subjekti? Subjekti është Hungaria, dhe kryesisht Budapesti, bukuritë e Budapestit. Është një nga kryeqytetet më të bukur sipas mendimit tim. Njëkohësisht janë dhe shqiptarët që punojnë e jetojnë në Budapest. Njëkohësisht është edhe një cikël, po te kjo ekspozitë, edhe një cikël me diplomat hungarez të veshur me kostume shqiptare. Se interesant, shumë interesant. Ta janë vlerësues, janë dhe unë për këtë, me që kam hapur mbi 15 ekspozita, po jo vetëm në këtë periudhë, edhe përpara, që në vitet 94-95 për Hungarinë, kam marrë dhe një vlerësim, një medalje mirënjohje nga presidenti hungarez. A duhet të ndryshoj, se vetëm ju si ekspert, si profesionist, si një njeri me 43 vite përvoj? Po, 43 fikse. A duhet të ndryshoj kjo qasje e institucioneve cilët lënë në hije punët e mira? Për shembull, më kujtohet, unë kam studiuar editorialin në gazetat shqiptare dhe këtu e kam sjell një nga fotot kryesore që kanë bërë histori. Jeni ju që keni ngrirë atë momentin, që është rilindja demokratike, leximin pra. Po, shiko, secili ka atë jetëgjatësinë e vet, por mua më rastisi edhe më qelloi fati për shkak që të jem fotograf në periudhën më të bukur të ndrimit të sistemeve. Po jeni ju që na i keni sjell, dhe a duhet që puna juaj të vlerësohet dhe të dali më në pa, edhe pse jo të ketë një muze të fotografisë, sepse keni kapur momente shumë të rëndësishme. Po themi brezat e rinj, po njohin tranzicionin ose kthimin, ndryshimin e sistemeve, pikërisht nga këto foto. Ose fotoja tjetër e 2 personazheve, 3 personazheve, më saktë, shumë të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë, po 2 personazheve që janë tashmë në politikë dhe janë, si thua, personazhet kryesor të politikës shqiptare. Dhe këto janë momente që kanë bërë historinë pra. Tash unë isha thjesht reportazhin bëja, si më thënë, dhe i ndjeja shumë të këtë ndryshimin e sistemit dhe vlerësimin më të madh, me fjalë unë e kam parë dhe e kam marrë me fjalë përsëri nga të huajt. Nuk është se unë jam në një kështu gjuhë folës ose të themi në një, por në këtë profesion me fjalë ata janë më të saktë në këtë punë dhe pastaj vlerësimin ose atë e mora ose gjatë një periudhe që unë pata një bursë nga Bashkia e Parisit në qendër të Francës, në qendër të Parisit, quhej Cité Internationale des Arts, atje ku unë banova për 6 muaj, dhe puna është që megjithëse unë isha gati 15 vjet si fotograf, aty mësova, vlerësova, ose si them unë, dhe u riformatova si profesionist, sepse nuk mësova si mënyrat ose si fotografohet, po mësova si të sillem me fotografinë. Aty unë e pash rëndësinë e fotografisë që i jepnin ata, dhe në këtë rrugë ecë edhe unë, për shkak që unë jap shumë rëndësi, pavarësisht se përgjigjen institucionet, unë jam vetja, Jo, sigurisht që do vazhdoni karrierën, profesionin tuaj dhe projektet tuaja, patjetër. Jo, nuk jam pak, 16 libra për fotografinë, të cilët të gjithë të mbështetur me fjalë nga individ të ndryshëm ose nga ambasadat e huaja, nga institucionet kulturore që kanë qenë të prekosh, dhe kjo është me fjalë, por tash në një fazë ku jam unë për shembull, nuk më bëjnë në përshtypje këto, sepse e kam, si më thënë, të ngritur punën, edhe kështu siç thot një gazetar, për shembull, mund të quhesh shumë mirë Magellani fotografisë me 100 ekspozita të hapura brenda dhe jashtë, dhe kam një periudhë, një kohë që unë mund ta kthej dhe kokën mbrapa për të bërë vlerësimet e gjërat e dhura, kështu që ndjeni komod në këtë? Ndjem komod. Nuk kërkoj më tepër se sa më takon, por me punën time, me këtë ndjem komod. Kam dyert të hapura. Keni për të vazhduar tek Arigja edhe tek personazhet e rëndësishëm që ju keni takuar, sigurisht është Jusuf Vrioni. Po.
këtë tash si për fat ose nuk e di si e gjetët, ku e gjetët, si e gjetët, sepse unë pasi kam bërë një libër për Robert Schwarzin, për përkthysin. Kam bërë një libër po ashtu paksa të madh, Kadaren dhe Gjirokastra, dhe i treti në këtë listë ose nga ata që unë vlerësoj edhe që edhe i fundit, si më thënë, është edhe Fisniku, njeriu me përkthyesi, por dhe njeriu ekselent, për shembull Jusuf Vrioni. Dhe njëkohësisht po përpiqem të bëj diçka edhe për Jusufin. Kjo është një gjë që mua më e ndjej, e pëlqej, dhe njëkohësisht i bëj të tregta në figura të rëndësishme, Kadaren, Zhvarcin, Vrionin, përsëri i mbledh edhe i bëj në një. Çfarë përshtypjesh ju ka lënë Vrioni? Çfarë vlerësoni më shumë? Vrionin, unë nuk është se jam takuar, të themi 7-8 herë në Paris, disa herë, edhe këtu, dhe është ajo tamam që erdhi emri për shembull Fisniku i fundit, ishte njeri shumë eloquent, ishte njeri shumë i thjesht, por aty ajo thjeshtësia e tij ndihesh ajo aristokracia, për shembull, që dukeshte që nuk ishte i llojit ishte një lloj tjetër, ishte një gjaku tjetër, dhe ishte shumë komod kur flisje me atë, nuk i pranonte këto elozhet e tepërta, ama çike këto, ishte shumë, por pikërisht te kjo thjeshtësia ndjehesh edhe madhështia e tij. Po kështu shkrimtar më të rinj se sa Kadaresi, Mimoza Meti. Po, tek libri, po tek Karrigja u përfshin me fjalë. Edhe të tjerë si Hatibi e tjerë. Hatibi, Blushi, po ka, edhe më të rinj ka me fjalë. Si më thënë, ishte një ide imja, pata një mbështetje nga Mira Meksi, por njëkohësisht idenë e librit të Karrigës më ndihmuar shumë si Nasher Gaqi, si Virgjil Muçi, njerëzit që unë i takoja, Visar Zhiti, dhe interesante ke Karrigja është që pavarësisht se atje kishte njerëz me biografi të ndryshme, ishte edhe një komunist, që kishte qenë komunist si drejtoroi antar i lidhjes, ishte një që ishte i burgosur politik si Visari dhe Lubonja e të tjera. Dhe nuk më thanë për shembull që shiko, Landi me që është filanin, kjo është që mua më dha një vlerësim dhe unë i vlerësoj jashtëzakonisht, sepse më respektuan, kjo është puna jote, është projekti yt. I nxora fotografi, firmosën Karrigën dhe për mua është një gjë që mbet. Dhe më vjen mirë për shumë që nuk e di sa u bën 2-3 vite që ekspozita që qëndroi gati një vit në qendrën e librit të leximit e hapur, kujtojnë, herë vinë edhe shikojnë për shumë në shtëpi Karrigën, dhe mendoj unë që kjo është roli i fotografisë, që jo thjesht fotografon, por atë ketë një vazhdimsi, një jetë, një diçka, një ndikim, pastaj në shoqëri. Ka dhe ndikim, për shembull, po. E ndërkohë ju përmendët Parisin, studimet tuaja, si gjetët ato leksione që ju merrnit, atë përvojë që merrnit nga profesorët aty në raport me Shqipërinë që lat? Ju nisët rastësisht apo jo? Po, unë nisë rastësisht. Profesionin. Po, unë nisë rastësisht, ishte në atë periudhë, në 82, ne kam thënë dhe herë tjetër, komplet, unë ase kisha idenë, për shembull, si profesion, atëherë kishin gjëra të tjera që mund të dhe ajo gruaja e zyres së punës në atë që siç funksiononte shteti në 1982, më tha mo do të gjej një vend të mirë e të tjera, dhe si përfundim pas një 2-3 muaj që unë shkoja çdo javë për kërkoja vend pune, më thotë të kam gjetë fotograf, unë se dija se çfarë do bëja, çfarë profesioniste, e të tjera, si përfundim. Cilat kanë qenë ato fotografitë e para, nëse i kujtoni? Fotografitë e para në profesion, se unë ishte se unë në atë periudhë në 82 fillova në një dyqan të vogël, ku ndodhe si për pazarit të ri, ku bëheshin pasaportat. Po. Dhe atëherë për fat u ndruan dhe pasaportat, bëhet fjalë për 1982, dhe më vini shumë, edhe të rinj që donin të merrnin pasaportën, por edhe të gjithë populli, që nuk ishte shumë të rënd, që do rinovonte, dhe ato janë fotografitë e para. Kam disa fotografi të asaj periudhe, që
Edhe këto janë fotografitë e para, por bëje punën, nuk është se do e mendoje pastaj më gjatë, shiko se këto fotografi, po një nga ato fotografitë e bukura të atyre fillimeve, më zuri vend mua sepse pastaj krijova ekspozitën e vajzave të ikura, se gjitha këto që nxjerrja unë, më vonë kur u hap vendi me fjalë në vitet 90, ikën, u larguan nga ky vend. Dhe me to unë bëra një ekspozitë. Mirë, I kishit ruajtur? Unë I kisha ruajtur, jo mirë, po I kisha ruajtur, sepse mund t'i ruaja dhe më mirë, por gjithmonë nuk isha koshient për shkak që këto foto unë do t'i shfrytëzoja në të ardhmen në një kështu. Por në punën tonë, edhe një nga ato gjërat që mësova në Paris ishte arkivi. Në Paris, për shkak kur unë qëndrova atje, ishte interesante se më thonë, siç më tha dhe ju për shkak jo profesori, atje nuk kishe për të bërë asnjë gjë. Atje nuk mësoja asnjë gjë. S'kishte kurse fotografie. Atje ishte vetëm një qendër banimi me disa ndërtesa, një qendër e madhe banimi me artistë nga gjithë bota. Dhe ishin vetëm mënyrë komunikimi që mund të flisim me ta, por nuk ishte as leksione fotografie. Megjithatë, aty më marr leksionin më të madh me fjalë në jetë që I dhash rëndësi fotografisë. Dhe njëkohësisht duke banuar aty, duke qenë fotograf, s'mund të rriej gjithë ditën, bosh, mora filma, fotografoja Parisin, bëra ekspozitë dhe ideja e francezëve me këtë ishte që në një moment unë t'ja ktheja këtë shpërblim atyre, si mendon për shembull, ishte periudha kur u doq katedrale e famshme në Notre Dame. Unë duke qenë se banoja dhe nga penxheria shikoja katedralen e famshme, bëra një ekspozitë. Jo, fotografuar her pas here, edhe Jusuf Vionin e kam fotografuar atje, Julieta Liçkën, vinte Moza Ahmeti, Elsa Ballauri, I fotografoja se aty afër, banoja aty afër, dhe ndërtova një ekspozitë. Dhe shkoi fjala deri aty në ambasada, pastaj që mbështeti, dhe kjo është mënyra e thellë e mendimit francez, për shembull, dhe unë ndjeva shumë mirë që ja ktheva atë mirësinë ose atë bursën që ata shpenzuan për mua në këtë mënyrë. Nuk ishte atje të mësoj. Është rezultati më I mirë I mundshëm. Prandaj them unë që e kam gjetur si fjala dhe e përdor për shembull, u riformatova si fotograf. Nuk mësova as drejtien as ato ide të themi, por vetëm duhet mendoje për fotografinë dhe duhet të krijoje për fotografinë. Jo thjesht fotografoje, ngre dorën, fotografo, por dhe të krijoje. Aty lindi dhe ideja e karrikes, sepse unë her pas here kisha kohë shumë atje në Paris. Vizitoja një nga qendrat më të mëdha kulturore, Georges Pompidou. Aty ishte një librari e madhe, një vend me albume fotografike dhe kudo që ose orët që rri atje, shikoja albume të pafundme fotografike, por të gjitha me një temë të caktuar. Nuk kishte kështu fotografi të bukura, por kishte fotografi me një temë të caktuar. Dhe kjo ishte. Pra kishte ide. Para se të realizoheshin fotografitë. Patjetër, kjo ishte për shkak siç është që lindi ideja e karrikes, ideja e ambasadorëve me kostume popullore, ideja e vajzave të ikura, ideja e shqiptarëve të shquar në përbote. Kjo është cilat janë aftësitë bazë të një fotografi të mirë? E di pse pyes, sepse sot jemi në kohën e vizibilitetit ekstrem. Po, e qartë. Duhet të jesh aty, të fotografohesh, të jesh në rrjetet sociale, dhe duket sikur të gjithë ne jemi bërë fotograf, por në fakt, po flasim sigurisht për fotografët profesionistë. Cilat janë ato karakteristikat që ju kur shikoni këto produkte thoni po, ky djalë apo kjo vajzë ka brun për t'u bërë? Siç ta ty për shembull, se mua më takon tash të kthej edhe pa kokën mbrapa në 43 vite. Dhe ajo e mira e ime ka qenë për shembull gjetja e një teme. Dhe fotografia është në tru për mendimin tim, jo në aparat, sado të mirë ta kesh, sado është në tru, me fjalë nëse ti arrin të krijosh një projekt interesant, me pesh dhe serioz, atëre do të eci, sepse nuk e di, të shkosh për shembull një fotograf domosdoshmë të trokasësh në një qoftë edhe të marrësh një firmën e Kadaresë të Vrionit, po të trokasësh në ambasadë dhe thuash ambasadorës që dua të fotografoj me kostum, nuk të hapin derën. Prandaj duhet ngritur një projekt serioz,
Në fjalë që unë do të bëj me rastin e ditës së Europës që kanë atë 9 maj, do të bëj një ekspozitë të tillë, po jo me një, po me të gjitha. Në fjalë kjo është ngritja e një projekti serioz dhe që ta miratojnë dhe të jetë interesant. Jetë interesant, me fjalë, dhe kjo është, me fjalë, për mendimin tim, gjetja në fotografi është shumë interesante dhe teknika pastaj vjen pas. Po teknika për shkak vjen pas. Dhe nuk ka një teknik për shkak që duhet bësh shkolla. Unë nuk kam qenë asnjëherë për shkak partizan dhe nuk kam pasur, të themi, aparatet më të mira. Që janë në trege kështu. Për shkak ajo është një mjet i domosdoshëm dhe shumë i domosdoshëm, por jo se nuk mund të bësh pa këtë teknologjinë e fundit. Kjo është, në fjalë, është ajo që mendimi që ke për fotografin, gjetja dhe vendosja në plan të parë e temës që ti mendon. Nëse ty ke të mbushur në kokë që kjo mua do me ecë dhe më shumë, atëherë fillon edhe kjo më ka dhënë mua më tepër dorë, mendoj unë. Jo se në një fotograf të themi, sa foto e bukur, biles në them të kështu në jetën e përditshme, fotografi të bukur mund ta bëni ju, një perëndim, një lindje, kështu, por një fotografi nuk është mirë të thuash, fotografia duhet të godasi, duhet të ketë, duhet të interpretohet, duhet të flasim mbrapa fotografisë, të ketë një diçka, kjo mendoj unë që duhet karakterizohet nga një fotograf profesionist. A jeni në kontakt me djema apo vajza të reja që kanë aftësi ose si ju duken sot produktet e tyre? Shiko, unë në 2 raste, për shembull, më kërkuan edhe një gjimnaz këtu në Tiranë për dhënia donin të dinin ato jetën ose si është jeta e një fotografi, dhe shkova tek ky gjimnazi dhe mendova se do të ishin 10-15, po do të që unë mbush klasa, dhe ca filluan të rrinin në këmbë se kishin interes. Dhe pastaj dolëm edhe në natyrë për të fotografuar me këtë grupin, ishin nga shkolla, nga gjimnazi Petronini në atë periudhë, dhe pash që kishte interes. Pas e ndodhi pandemia që u mbyll kjo, u la ky cikël, me fjalë kishin interes dhe mendoj për shkak që u habita sa shumë interes kishin dhe këtë rini ose këtë duhet dikush ta drejtojë, me fjalë duhet të kenë pika kontakti, pika referimi, sepse kjo është pra të kanalizohet aftësia apo talenti fillestar për të rritur. Ata që kanë me dëshirë, për shkak mund të rriteshin. Tash unë u bëra gati një vit që jap edhe kurse fotografie dhe shikoj që më vijnë të ri dhe kryesisht nuk kanë interesa, jo duhet punoj këtu me këtë, e kanë me pasion, me dëshirë. Dhe shikoj që kanë ecur, i bëj dhe në ekspozitë pasere, kanë ecur në profesion. Pra, mendoj që të rinjt duhet të kanalizohen. Dhe unë i shoh që këta janë shumë më të avancuar në çdo gjë, sesa si për shembull përdorin të programet e editimit në mënyrë pak më ekstreme, më duket. Ndodh kjo, nga që nuk e njohin, nuk e njohin mirë fotografin, bëjnë një foto, i fusin këto, pastaj këto metodat e reja për shumë dhe efektet, edhe pastaj del nga natyra fotografia edhe. Nga temat e para që ja punë, nga temat e para mi fel fotografia duhet kërcasi që në fillim. Po ngjiti mirë, po ngjiti bëhet si të duash, të syt blu e flokët e kuqe si të duash, nuk është ajo që. Nuk është. Fotografia është ngjitse, nuk është kështu që E në fakt rinia ka ndryshuar shumë, për shembull kam sjell një foto tjetër tuaj. Shumë interesante. Nuk e di pse kemi ndryshuar kaq shumë, po të shikosh këto 2 vajza të reja, do me thënë shumë bio, shumë thjesht, shumë këndshëm. Nuk jemi më kështu. Apo jemi, se ju keni sy të stërvitur, si ju duke rrugët e Tiranës. Atë rinin e vetë, me fjalë, por unë i përkas rinis të kësaj kohe, të viteve 80-90, dhe padyshim që mua kjo lloj rinie më pëlqen, sepse ishte siç e themi neve bio, secila kishte flokët, hundën e vet, vetëllën e vet, tash i vjen një mosh, 18-20 vjeç, të gjithë rregullin hundën, syt, buzët e të gjitha. Dhe në herë më duken edhe çikështu si nuk arrin ti dallosh edhe si kinezëri. Uniform, të gjithë pra vajzat apo djemt fillojnë marrin
ose mjekra njësoj, Po, ose po, të vetulla e gjitha, po, hequr, vetulla e flas për hequr. djem në këtë rast. Po, ashtu është. Vajzat po përsëri, ndërkohë që ka qenë ndryshe. Jo. Edhe një foto tjetër, shumë ndryshe. Po, edhe kjo. Mm? Edhe kjo, biles, kjo është në grevën në ato grevën e studentëve i vitit 90-91, mua më pëlqeu kështu si vajzare, bjonde, biles dikush thoshte është gazetare huaj. Në fakt kjo tash është gazetare huaj, punon në Gjermani. Dhe mund ta përmend për shkak sepse më vonë unë nuk e njeh se ne fotografojmë edhe kështu si Po, të pëlqen diçka edhe. Patjetër. Kjo ishte të ngjarjet e 90-s, është motra e të ndjerit Andi Sarasani, edhe kjo është punon në media në Gjermani. Dhe kështu ishin në ato fillime, fjalë ishin në Po sot a ju nxit një vajzë apo një djalë i ri që ju ta fotografoni, qoftë edhe duke kaluar në rrugë? A nxiteni sot apo nuk e keni fare kërshërin për të kapur momente? Jo. Për fort zakoni, kudo që shkoj, unë e kam aparatin me vete, edhe për fort zakoni edhe një ngjarje, edhe diçka unë përsëri, edhe e fotografoj e rifotografoj. Por, të them të drejtën, ishte ndryshe çika e koha jon, duke qenë dhe më e ri, bukuria të ngacmonte, të tërheq patjetër. Edhe kjo foto. Kështu e thonë për shembull si Ana Magnani, është një aktore e madhe italiane, dhe kjo në atë periudhë, kjo është shumë e hershme, është në viteve 83-84. Ina ka dalë bukur atje, po kishte edhe sy shumë të bukur, Edhe po shumë thjesht, pa grim. Po, patjetër. Po, jo, ishin në fakt duke bredhur shumë, duke parë shumë. Shoh që kjo raca jonë nuk është e bukur, me fel, ka vajza të bukura. Jemi racë e bukur. Jemi, këtë e kemi. Çështja është që s'kuptojmë dot pse tentojmë të vendosim shumë grim, shumë. E kjo është një çik edhe nga, unë themi çik edhe nga mentaliteti, Dhe biles në ato fillime, kur u hap Shqipëria dhe vajzat hapjen e pandryshe, vishin gocat gjimnazi, vishin me të drejtën, dilnin në rrugë që në fillime dukeshin me mini, me taka të mëdhaja, ajsa unë që kisha kontakt me italian, thosh, çfarë bëhet shumë në mes të ditës, me taka dhe minifund. E këqia me fjalë, i thosh, këto janë vajzat të pa janë të rregullta me jetë, me fjalë, vetëm nga që nuk din, vishën kështu me fjalë, sepse po me kohë ka ndryshuar gjëja tash nuk shikon më. Sot i shikon me atlete. Po i shikon me atlete, megjithatë, kur shikon se pothuajse të gjithë, pothuajse kanë dalë jashtë, imitojnë, shikojnë që është andesi, s'është andesi. I kultivojmë shihet në një farë mënyrë. Po, ashtu është. Zgjedhjet. A krijoni ju gjatë punës suaj një kontakt me personazhin, një marrëdhënie me personazhin që ta fusni në atë gjendje, sidomos ju pyes ju duke qenë që keni fotografuar shumë personazhe? Kjo është shumë interesante dhe është shumë e domosdoshme. Në fjalë, aq e bukur është fotografia, po aq interesante dhe po aq e rëndësishme është edhe para fotografia. Në fjalë, edhe kur bëja më përpara se tash nuk bëj për shembull dasma, ose ditëlindje, ose gjëra, ose thjesht edhe për të fotografuar një vajzë, për shembull, kur donte të bënte, në asnjë mënyrë nuk ndodh për shembull që të ngresh dorën edhe të fotografosh. Gjëja e parë, me fjalë, duhet të ulesh, të konsumosh një kafe, një çaj, sepse kur ngre objektivin, ai të duket ndonjëherë kështu si qyt intimidues. Po, patjetër, ka shumë mjera që prit, është, për që ta thyesh këtë barrierë, ta thyesh këtë gjë, duhet patjetër të prezantohesh, prit se nuk është armë, është aparati fotografik, edhe kjo është shumë e rëndësishme në punën tonë. Në të gjitha rastet kur bëron ciklin e karrikës së të tjerë, me të gjitha rastet duhet të ulesh, të konsumosh, të flasësh, Kjo është një marrëdhënie njerëzore, edhe me çiftet, të bëni një dasëm, nuk bëja unë do të dasëm, që t'i merja sidomos në këto setet, në këto ku dilte çifti në natyrë, diçka të bukur, kështu artistike, duhet patjetër të komunikosh, të flasësh, të kuptosh edhe pritshmëritë që mbase mund të ketë personazhi. Dhe në atë rast e kupton për shembull, si është çifti, si është vajza, si është djali, marrëdhënien e tyre,
sepse po që se në fundit ti do dalësh fotografi. Po. Dhe nuk është se do të nxjerrun bukur, po që se je nervoze, nevrike, ke halle, ke kështu, ashtu do dalësh. Prandaj duhet ta thyesh këtë pjesë, të jesh e qeshur. Edhe tash kur bëj kurset unë fotografike, gjë e parë që i them këtyre nxënësve, këtyre që duan të hyre këtu, harroj hallet, celularin flisni kur të doni, ju kërkon, do dilni, do bëni, por të paktën të jeni të qeshur, sepse ngado që ta shohësh fotografinë nuk ka dhimbje. Është e bukur, nuk ka kështu, dhe jo teqesh të mpallën, jo kështu, që këtu është e bukur, e qeshur, ti je i këndshëm, i lirshëm, kjo është natyra e kësaj profesioni. Nga se ndryshon fotografia, po themi, ai momenti i kapur në rrugë nga momenti në studio. Kuptohet, për dispozita dhe koha, sigurisht bëjnë diferencën, po ju si profesionist, si e shihni, cila ka shkallë më të lartë vështirësie? Jo, e kapra në rrugë, me fjalë hyke reportazhe, që është gjithmonë del fotografia më e mirë, më e bukur, sepse se ka më spontane. Dhe ajo e jep më bio fotografi, se bën më të lirshëm kështu. Ndërsa po e futen në studio, patjetër që do kesh një lloj kontraktimi, prandaj duhet impostimi që merr personazhin. Prandaj në studio, kur ta futesh në studio tjetrën, duhet t'ja bësh të qartë. Jemi të hapur, jemi unë nuk i them për shkakun që shiko, shif këtu, shif atje, mbaje frymën, mos qesh, mos ashtu. Përsëri jemi në bisedë të lirë, përsëri jemi miqësor këtu, edhe unë her pas here do ngre, do ta shkrep, ti do marrësh, nëse të duhet ky pozicioni, do bësh 2-3 lëvizje kështu, nëse edhe këto janë marrëdhëniet e studios, po studio ka çik cilësinë më të mirë, por ka këtë ngërçin me fjalë impostimin, me fjalë që nuk e ka natyra. E kur ke për të nxjerrë ai kështu për shkakun që edhe jashtë e shekon, ti i fut për shkakun thuaj, shiko, më bën një ecje, një herë, 2 herë, pastaj më bë dhe një vrap të lehtë. Aty pastaj del edhe më e mirë, sepse hyn te kjo normaliteti, te kjo lirshmëria. Megjithatë, momentet në rrugë janë shumë interesante, për shembull, fotoja që ne e pam edhe pak më parë, e Berishës së Ramës dhe të Ndjerit Klosi. Domethënë shumë domethënie dhe pas qëndrimit të tyre. Po. Edhe gjuha e trupit, me fjalë, duket që ato sikur i kërkojnë llogari ose po e pyesin, me fjalë ai, por këto janë ngjarjet e më signifikative, më të sjarta, më të mira për jetën e një fotografi, janë këtu jemi në atë në qytetin Studenti, gjatë periudhës ku bëheshin grevat, manifestimet e herpaseshme në qytetin Studenti. Dhe aty, në një moment... Ku publikua si foto pastaj? Po, nuk e di, besoj se do ta kem publikuar në media, në atë periudhë. Jo në atë periudhë, se e kam ruetur për kohë të gjatë, në se nuk doja ndaj kënej, sepse her pas here, duke nxjerrë një të majt, më thoshin je i majt. Duke nxjerrë një djatë, më thoshin je i djatë. Në një kohë që unë punoja me të dy, nuk isha kështu. Pavarësisht se punova për një periudhë të gjatë me atë partinë Aleanca Demokratike, me Neritarin e me këto, por kjo është profesioni, fjalë që mirë është të kesh një ekuilibër dhe pastaj më pyesin çfarë tha, çfarë si tha, po unë nuk isha thjesht i njihja si personazhe, po kaq, nuk është se i fotografoja mbas kësaj, sepse ishte me aparat, fotografoja këtë, tjetër, kthej aparatin. Të gjithë edhe personazhet të tjerë, studentë. Në fakt, ju pyes sepse kjo nxjerr në pa një problematik tjetër, për shembull, të gjitha këto foto unë i kam gjetur në Google. Dhe në Google janë kështu, pa emrin tuaj. Po. Pra, del problemi copyrightit. Po. Dhe a do duhet që për çdo foto tuaj, në punën tuaj, ju të paguheni, edhe nga ne mediat që i marrim, i përdorim, i vendosim në për shkrime ose... Kjo është një mangësi, këtu kemi fajde ne fotografët, në fakt, sepse në atë periudhë, kur kishte këtë punë të bukur dhe këtë intensitet pune, që nuk vjen më, si që në ngjarjet e 90-91-shit, unë kisha një dëshirë të zjarrt ose një problema, nuk e di si më të thashë, që punoja dhe lëvizja shpesh në Itali kryesisht. Dhe lija fotografit në redaksit dhe për të mos më thënë gjë, jo ku ikën, jo ku s'ikën, sepse gjithmonë kam qenë çik kështu si i pavarur. Ikja jashtë,
Dhe kur vija më thoshte Olanda, po fotografin tate e pam këtu, pam atje, andek ne nuk isha ngulmus me i fjalë. Te kjo, të drejtën e autorit. Të drejtën e autorit. Dhe kështu që i gjen. Ndryshe kjo foto, pra e ka të shkruar. Po mirë, aty sepse me kohën edhe kemi filluar të shkruajmë, por këtë foto mund ta gjesh edhe pa emër, nuk është por kemi edhe i gjë, për shkak që një cikël të mirë, ato më të mirat fare. Ne ase kemi nxjerr dhe i ruajmë, dhe unë kështu i kam ruajtur. Ka shumë foto të mira që i kemi ruajtur, siç është për shkak që as e ka parë njeri, as ka për ta parë njeri, nëse nuk botohet ose nuk del në një kështu, ka darja me kostum popullor. Sa herë më thonë Lando ma jep mua për të kopertinë. Ku mund ta shohim atë foto? Nuk e shef, sepse po e pa, ose po u fut në çdo lloj, ajo pastaj ikën fluturon. Keni një album ku mund ta blejmë? Jo, unë e kam akoma në kompjuter, më fal, nuk e kam nxjerr, nuk e kam kështu me fjalë, sepse e ruaj për një event. Siç thatë me fjalë që duhet një gjë serioze për ta nxjerr, një gjë ideore. Një nga fotot e tjera që unë e tregova pak më parë është momenti i leximit të rilindjes demokratike. Po, këtë e mbaj mend si datë, sepse njëra edhe dy nga personazhet e njoh, kjo është dita e parë, është 6 janari, 6 janari, 91-shit, ditën kur doli gazeta RD. Që është pesa. Në mos gaboj. Po, pesa, 6 diçka e tillë, po një ditë e tillë, me fjalë, dhe po të shohësh një xhaje, o pensionist, o e persekutuar, nuk e di të rinj, të apasionuar. Është pak skeptike shoh që është më i tërhequr, po. Shiko, se kështu qarkullonte, le që doli kapi gati shifrën 100.000, numrat e parë, me fjalë. Por edhe nga që nuk binte në dorë, lexonin edhe bashkërisht, e shikonin, e ndanin, u bësi ato të kohës fletushkat atë, kështu që sepse ne ishim mësuar të lexonim shtyp opozitar, media të tillë. E kështu që por ka qelluar edhe dritë e bukur, fotografi e bukur, edhe kjo lakohet kështu edhe shifet me ëndje si fotografi, por është një ngjarje e rëndësishme. Që në fakt duhen mbledhur në një muze, në një fototek, për shembull ne rikthehemi te Marubi apo jo. Pse rikthehemi tani? Sepse ka rëndësi, por edhe tradicioni ka rëndësi. Po, edhe unë e di për shkak që edhe kjo do ketë rëndësinë e vet. Dhe biles edhe shumë, unë nga që jam marrë, kam bërë dhe libër për Marubin e të gjitha, dhe edhe nga që, dhe unë kam edhe atë pikpame, si të thuash, kam edhe mendimin tim për Marubin, se Marub gjen kudo. E bukra e Marubit ton, është për shumë se aty janë 3 gjenerata. Po të shkosh në qytetet e lindjes, nuk po flas në Itali ande, për shumë ku është edhe në Francë, është vend lindja, fotot të tilla gjen kudo dhe nga do. Por aty interesante është që bëhet fjalë për Shqipërinë, neve një vend i vogël, i prapambetur, edhe kemi këtë. Por nuk është se edhe këto janë, nuk është se ka, por unë e di për shkak që interesi më i madh i këtyre të huajve ne janë dhe fotot, për të ditur si ka qenë sistemi komunist, ato janë fotot që ngacmojnë më tepër. Dhe fotot e revolucionit 90-91 që unë ja kam parë ajrin, pavarësisht se si kam ndjeshur, kam bërë një ekspozitë në Europë, në Argjentinë, në Amerikë, kam lëvizur jashtëzakonisht shumë me këtë ekspozitë. Kur i krahason ekspozitat jashtë me ato në Shqipëri, si diferencon, po themi pjesëmarrja, vizitorët? Po, është ndryshe fare. Si? Po, për shembull kur hap ekspozita këtu, e para njëherë kur hapi ato ekspozitat e para të këtyre ngjarjeve, vinin demokratët kush e kush të rinte sa më afër Saliut, që t'i kapte media kështu, edhe në momentin kështu thoshin, shiko, kur është ndodhur kjo ngjarje, un kam qenë këtu, ande të tjera. Ndërsa kur hapa në Itali pak më mirë, kur hapa në Gjermani, në Karlsruhe, në një qytet bëhej fjalë 93-94, atëre aty mora veshun që ekspozitat nuk janë masive, nuk duhet vinë me qindra njerëz. Vinë ata që marrin vesh, jo ato që kot, nga rruga del. Dhe ishin shumë të interesuar, 20-25 veta, 5 gazetar, 10 admirues të fotografisë, 10 të tjerë që donin të dinin për Shqipërinë, gazetat kryesisht, dhe rrinin para një fotografie, donin të dinin ngjarjet. Pyesin kështu si ty për shkak, shiko çka ka ndodhur në këtë, po në këtë, po ashtu. Dhe biles unë nga që nuk flisje gjermanisht, ishte një djalë që fliste, që e shpjegonte në gjermanisht këtë pjesë, edhe kujtonin se ai ishte fotografi. Nuk ishte rëndësi për ata kush ishte fotograf, ato donin produktin dhe ngjarjen, po. Pastaj kur hapa në
në qendër në Paris atje ku unë, atëherë atje ishte tjetër gjë fare. Si ishte atje? Atje ishte më hyn 5 të huaj mua, 5 francez, dhe të 5 nga ato blen nga një punë. Ne nuk ishim mësuar, unë për vete nuk ishim mësuar të shqit, se nuk e dia, biles në atë qëlloj dhe Ismaili atje. Edhe më tha, jo Lanta, mos e shifa shumë. Shqitja e punëve të tuja, është knajsi, se në fakt, nga 1.000 franga mu bën 6.000 franga, që nuk ishte pak për, është kështu që është knajsi edhe ajo, dhe ne kemi qarë për shumë që e shet një, por mund të riprodhosh prape, nuk është punë se si piktura që edhe. Po. Kështu që këto janë nivelet. Ka nivel tjetër dhe unë arrit të dalloj nivelin e Italisë, të Gjermanisë, të Francës, nuk e di si është në Angli e në Amerikë, por ka sa më i civilizuar, sa më i qytetëruar të jetë një kombë, aq më vlerësues edhe aq më pak bën sikur. Po. Ja. Por vjen realisht për vlerësuar për vlerësimin, për punën e për të gjitha dhe. Një pyetje tjetër që jam shumë kurioze, lidhet me komunitetin tuaj të profesionistëve, pra fotografët. A kemi një komunitet të madh profesionistësh në Shqipëri? Kemi, jo shumë, po është. Por fotografia ka dhe të mirën e vetë, në fjalë, sepse në fundit nuk është se duhet bashkëpunosh me të tjerët për të bërë, është shumë individual, sepse ke aparatin, ke dhe projektin tënd dhe hidhu nga një mal në një fush, në një projekt, në një kështu. Por mirë është, për shkakun që duke u lidhur me njëri tjetrin, dhe ne kemi kështu, na mbledh edhe një fotograf i ri, një Alban Domi, është një kështu që na mbledh her pasere, ai ka dhe një dyqan të vogël. Çfarë diskutoni aty, se jam shumë kurioze, domethënë sidomos sa i përket mbase edhe zhvillimit të industrisë fotografisë, nëse mund ta themi, apo s'ka industri Shqipëria? Jo, Shqipëria s'ka industri fare, mund të ketë pak turizëm, për industrinë asnjë shumë e fjalë, por këto komuniteti për shembull flet për projekte, për gjëra, për cilësinë e aparatit, por më radh flitet edhe për një projekt ose një bashkëpunim, ose për një takim miqësor midis fotografëve që e kemi bërë 2-3 herë dhe nuk është keq, por kështu është, fotografia është çik individuale. Dhe në shumë raste, në disa raste nuk të bën mirë as ta ndash me të tjerët, sepse të fluturon. Të ikën ta merr, edhe kështu që është individuale, ke këtë projektin, mundohesh ta zhvillosh vetë, po patë të ndihmoj dikush i mirë. Si në çdo fush kemi 2-3, po si në çdo fush është çik kjo konkurrencë, por nuk e kemi kështu konkurrencë negative, nuk e kemi kështu me bryla dhe me bryla, jo, sepse ndërsa konkurrencë të tillë për shembull me bryla pashkur gjatë kohës që isha në Paris. U atashova prap një agjencie të madhe fotografike si papres, dhe atje ishin 70-80 fotograf që prisin një event, edhe të gjithë rrinin me i fjalë ai që e kapte i pari, ai edhe paguash, ai ishte dhe i binte që të ishe të flije me kambale si ushtarët. Po që të ishe gjithmonë gatishmëri. Që të ishe i pari. I pari ndodhi vrapit atje kape ecë edhe ai të tjerët për shembull që flishin gjuhë ose që ishin dhe prandaj fotografia sa e thjesht në dukje është edhe aq e vështirë. Dhe sidomos andej një herë ku konkurenca shumë e madhe, kjo ishte e veçanta që pashun në Paris. Këtu nuk është kjo konkurencë. Jo, nuk ka. Ishte në ato fillimet kur kishte shumë, po kishte edhe agjenci të huaj që punonin 90, 91 deri nga 97. Pastaj mbas 2000-shit ra interesi, ngjarje po nuk ishte. Ndodhi një çik ngjarje e madhe e 99-s së shqiptarëve të Kosovës, që zbritën nëpër kampe kështu. Pastaj me turizmin më tepër, me këto gjërat e bukura. Ishte një 10 vjeçar që ishte i çikë nga revista Ylli ku pata punuar, ilustroja dhe peizazhe të bukura shqiptare, bregun, malet e të tjera. Ndërsa mbas 90-s, me ngjarjet dhe deri nga vitet 2000 nuk kishte kështu fotografi të bukura të req, se nuk i fishkëllente njëri ato lloj fotografi. Ishin ngjarje, kishin dhunë, greva, e të tjera. Pastaj shqyqyra erdhën kohët më të lira, më të mira mbas 2000-shit që filluam të fotografojmë, dhe tash është
do të fotografojmë patjetër Beratin, Gjirokastrën, Pra është Bregun. kthyer prap ajo i fotografisë. Fotografia. Kush e ka nxitur këtë rikthim? Të huajt prap apo ne? Jo, është Kemi edhe filluar ta koha. rivlerësojmë? Është edhe koha vetë, sepse nëse sot ka turizëm, patjetër do merresh me turizëm. Nëse sot nuk ka ngjarje, s'ke si të fotografosh, të themi, Dhe kjo që është koha e vetë që prandaj them unë që qellova me fat, që ishe me aparat në dorë, isha dhe djalë i ri, kisha dhe një motor që mund të lëvizja vend e pa vend, dhe ky është fati i një fotoreporteri, nëse qëllon në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe e patëm këtë fat, sepse tash djaloshi që ishte këtu, nuk e ka atyre zhvillimeve të mëdha. Po, ato zhvillime të mëdha të. Po kujdeseni që përvojën tuaj, aftësitë tuaja, njohurit tuaj t'ia transmetoni, po themi, njerëzve që punojnë me ju afër, kur zhvilloni këto kurse, ta keni ndonjë djalë apo vajzë që doni t'ia transmetoni me patjetër. Edhe kjo është një çik individuale, sepse s'mund të ta japun ty gjithë punën time. Por unë nuk e dua. Jo, edhe po ta duash. Është një trashëgimi familjare. Djali i familjes, tash nuk e di djali dhe vajza sa do të arrijnë ta. Janë ata të interesuar? Ata nuk janë, por edhe nuk janë. Nuk janë kështu në pamje të jashtme, por nga brenda e dinë rëndësinë se jo vinë për ekspozita, janë rritur në edukuar në këtë mjedis. Dhe unë pothuajse të gjithë mbas ditën, kohën e lirë, shumë orë të tëra i dedikojmë fjalë arkivit, punës në kompjuter, atje që nxjerr 1, nxjerr 2 foto, ne i përpunim, ne i rigjetje, ne i kështu. Të pyesin her pas here, kanë kuriozitet për ndonjë element? Jo shumë, por kanë. Por është ajo me fjalë që kur vajza ja kërkuan një aparatin, se do bënë një udhëtim jashtë, ishte në gjimnaz ajo, edhe thashun merre aparatin, atë thashun do di kur kthehet nga Italia, pa që kishte bërë foto të mira. Kjo është ajo që ato e kishin të brendshme, dhe nuk është se unë i kisha dhënë mësime, kështu që është e brendshme. Po të jetosh gjithë ditën, gjithë kohën në një ambient të tillë, do thithësh patjetër diçka. Do mësosh, do kultivohesh. Do kultivohesh edhe. Edhe pyetja e fundit lidhet në fakt Roland me situatën, nuk ka industri, po me dëshirat që sot shqiptarët, shoqëria, audiencat kanë në raport me fotografinë. Çfarë, ajo që ju shikoni në syrin e profesionistit, çfarë preferencash kanë sot? A duan të transformojnë komplet veten e tyre, realitetin, se jetojmë në kushtet e rrjeteve sociale ku ti mund të shohësh shumë personazhe në rrjetet sociale, po ndërkohë kur i takon në rrugë nuk i njeh që janë ata. Po, kjo ka të mirën dhe të keqen, sepse ka të mirën sepse e përdorin të gjithë, edhe njëkohësisht një fotografi të çastit e transmetojnë kudo, e hedhin në këto rrjete sociale. Ka dhe jo të mirën me fjalë, sepse duke qenë e shpejt, nuk është shumë e menduar, nuk është shumë e thelluar. Dhe me daljen e celularit e këto menduam se edhe ne do na binte puna, por nuk ndodhi kështu. Institucionet serioze dhe sidomos ato huajt përsëri kërkonin fotografin profesionist, e donin, sepse është ndryshe këndvështrimi i një profesionisti, plus edhe aparati, plus edhe shumë gjëra të tjera, dhe kjo është kjo, por është mirë me fjalë që e përdorin të gjithë, dhe edhe ata që e përdorin të gjithë e shikojnë që një herë, 2 herë, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet kanë filluar të rrisin cilësinë, kërkesat ndaj tyre, dhe është një gjë e mirë. Është shpresdhënëse që kemi filluar të mendojmë, para se sa të shkrepim. Kjo është pastaj që kryesorja, nëse e mendon dhe e bën fotografinë, patjetër do të kesh rezultat më të mirë se sa e bën dhe e shuan ose e fshia dhe thua për çka kam bërë, ç'ka s'kam bërë. Ju falenderoj shumë që ju ishit me ne në këtë bisedë. Nuk e di, ju ngeli merak ndonjë gjë tjetër për të thënë? Edhe unë ndjeva mirë dhe si më thënë, më thonë her pas here kështu kur është puna për profesionin tim nuk kam nevojë as të përgatis në diçka të veçantë, kështu sepse mund të flas për punën time dhe për profesionin tim. E mbi gjitha flasim punët tuaja. Faleminderit shumë që ishit me ne. Edhe unë falenderoj shumë.